Një rrëfim i pazakon nga Kujtim Kaziu për policët e kampit të torturave mizorisht të burgosurish dhe i lanë të vdisnin në për galeritë e minjerës, ishte dimri i vitit 1979 kur Kujtim Kaziu kishte përfunduar në burgun e Spaqit si i burgosur politik. Përveç torturave nga xhelatët, puna në minjerë ishte shumë e rëndë për të burgosurit e pangrënë të paveshur. Kujtim Kaziu i kujton me shumë dhimbje shokët e tij që u mbjetuan torturave çnjerëzore në atë burg, por më shumë në mendje i kanë mbetur lutërinj që vdiqën në zgafellet e asaj miniere në burgun e Spaqit. Në galeri temperatura ishte 60 gradë dhe plasje vape, kurse jashtë temperatura ishte -17 gradë dhe sapo nxirrnin vagonin, mbuloheshin në avull bore nga kondensimi i temperaturës së trupit me atë që ishte jashtë. Në këtë fronte kam punuar me Haxhi Hoxhën, ish kreu i organizatës antikomuniste në Shkozet që ra në burg në moshën 18 vjeç, Sokrat Manen, Bujar Gjinin, Ali Gjuzin e tjerë. 2 vetë shtynin deri në 1 kilometër vagonin 2 tonësh të mbushur me pirit. Ishin të rinj dhe e përballonin mundin e madh. Në front kishte edhe djem të fuqishëm që ndihmonin të tjerët si Betri Bloshmi, Zef, Buzgjoka, Foto Stefani. Në galeri rrinin lakurish dhe këmbët na qulleshin nga uji që depërtonte në çizme. Na trajnonin si sklever, ushqeheshim shumë keq me 700 gram, 800 gram bukë në ditë dhe supë me spinaq, që kur fusnim lugën mbushej me zhavor nga që spinaqi nuk laj fare, futej në kazan me gjithë balt, rrëfen ishi burgosuri Kujtim Kaziu me origjinë nga rrethi i Krujës. Për ish të burgosurit politik Kujtim Kaziu nuk mund të harrohet fytyra e egër e policëve, xhelatët e burgut të Spaqit, që kurrë nuk u ngopën me tortura, urinë dhe kishte trajtimin e atyre djemve dhe burrave që patryqësisht po vuanin dënimin në burg. Pjetër Koka është një prej tyre. Xhelati i Spaqit, Pjetër Koka, edhe për të ngrënë bukën e mykur dhe supën me krimba, miza e gur, na mbante bluar në rresht jashtë në atë ftohtin e Spaqit në temperatura deri në -20 gradë Celsius. Kur ktheheshim në kamp të raskapiturit të torturuar, na zhvishnin lakurish për të parë nëse kishim me vete ndonjë mjet të fortë, lev, dërras, asende të tjera. Në vitin 1984 gjatë punës ktheva këmbën. Ndenja 2 javë në Roshen dhe më pas në spitalin e burgut në Tiranë, më vonë Allçi dhe më transferua në burgun e Shonkollit në Lezhë. 2 vite më pas transferohem në kampin e ndërtimit të Bulqizës së Re. Më kishte marrë malli të shikoja një krutan. Me kamion vjen një shofer nga Fushkruja i cili sillte materiale ndërtimi. Ishte Sejfullah Halili dhe unë e njihja, ishim rritur me të dhe me kishte marrë malli. Edhe ai dukej se donte të fliste me mua pasi kishte të njëjtin mall. Mora guximin dhe fola me të. Sapo iku kamioni, më jam sulur oficeri i punës Kol Toska, polici Beshir Vreneçi dhe polici tjetër Ndua Jaku, më futën në kapanon dhe më lidhen prej krevati. Morën një ristel dhe më nxin trupin duke më shuruar sa njëri sa tjetri derisa u lodhën. Nuk lëviza dot për më shumë se 1 javë nga plagët. Në vitin 1988 në pjesë të burgosurve na dërguan për të bërë kampin e Tërnovës, pastaj tek reparti 325 i burgut në Tiranë për ndërtime të reja në kampin e Bardhoshit në Kavaj dhe së fundmi për të bërë vila tek bloku në shtëpinë e pushimit të ushtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Plepak në Durrës.